Vet karo më rrit pa bab, vet jëm rrit pa bab. Edhe tash djali ka më të rrit pa bab, po rëndësi ka që e din që e ka pas një bab të mirë, sa do që hekat ka me pas njetë. Për shpatin mund të thënë që ai nga një yll i skenës, vetëm që u shëndrua në një yll të qetësisë, cilin do ta kemi atje lart. Dhe të gjithë ata që e njohën dhe publikun që e dishi aq shumë. Me shpatin ka ndorë momente shumë të veçanta, të cilat do të më përcjellen gjatë gjithë jetës. Dhe si për rastësi, në emisionin e tij të fundit që ishte në një kafe me Labin, më kishte përmendur edhe mua. Prandaj, në këto momente shumë të rënda dua vetëm t'i përsëris fjalët e tij. Se ne me të vërtet kemi krijuar familje dhe rrugët e jetës na kanë ndarë. Por kur asnjëherë në jetë nuk i kemi harruar njëri tjetrin. Kemi telefonuar njëri tjetrin, i kemi uruar njëri tjetrin. Kishim edhe planet e tjera, por vetëm jeta diti këpus ato dhe t'i lënë gjysmë. Sot kur e kujtoj, me të vërtet është një dhimbje e madhe. Prandaj, merr kuptim ajo fjala që jemi mësuar ta dëgjojmë, se njerëzit e mirë Zoti i merr afër vetes shumë herët. Prandaj, edhe ty Labi që ishe njëri nga gazetarët që përcjellë karrierën e tij nga fillimi, të shpreh ngushëllime, dhe s'na mbetet asgjë tjetër vetëm se të ngushëllohemi me artin dhe muzikën që na e la ai. Nuk do të harrojmë asnjëherë. Do të jetojmë me kujtimet për të, sepse ishte një djalë dhe një person që dha vetëm pozitivitet. Dha momente të bukura që nuk do t'i harrojmë. Prandaj jemi me fat që e kemi njohur, jemi me fat që kemi ndorë momente shumë të bukura me të. Ngushëllime të gjithëve dhe shumë të fala nga unë. U shpat. Gjithçka kisha mendu, po kësi lloj video me bu për ty s'ma kish marrë mendje këtë kohë. Sido që tjetë lut Zotin që me mëshirën e me rahmetin e tij, ty me të fare, me të mëshiru e me të bo për i banorëve të xhenetit, familjes ngushëllime, për zemrës, nanës, vllaut, nusës, po dhe djalit vogël që kur të rritet ka me kuptu çfarë babet mirë ka pas. Vet karo më rrit pa bab, vet jëm rrit pa bab. Edhe tash djali ka më të rrit pa bab, po rëndësi ka që e din që e ka pas një bab të mirë, sa do që hekat ka me pas njetë, ka me mbajt fort ajo që baba i vetë u konë burri mirë, u konë kolegi mirë, u konë familjari mirë, edhe u konë djali mirë. Me mbi krejt këto u konë besimtari mirë. Kam shumë çka me thonë, kam shumë çka me folë për takimet tona që i kemi pas bashkë me shpatin. Po, ka njerë as fjalët nuk dalin kur dënë me thonë bashkë ato çka duhet. Sido që tjetë, me shpresë se Zoti kam qef me taku në xhenet, edhe njëherë ngushëllime familjes, kolegëve, edhe këtë atyre që e kanë dashur për ne. Përshëndetje Labi për ty edhe për krejt shikuesit që po na ndjekin. Është një nga intervistat më të vështira. Është shumë vështirë me fol, por kisha dashur që nga zemra me ju shpreh ngushëllime familjes së shpatit. Uroj që Zoti t'ua jap forcën të te kalojnë këtë dhimbje të madhe. Ngushëllime edhe ty Labi, ashtu edhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Dhe seri edhe kësaj ka ardhur edhe kënga jonë të cilën e kemi tash e shumë vite, këngë të cilën e kemi promovu pikrisht tek emisioni yt Labi. Një këngë që ka vazhdu e pëlqejet edhe sot e kësaj dite. Po ashtu, para 2 viteve, e kemi risjell prap në skenë këtë këngë, dhe kjo ka qenë edhe hera e fundit që e kam taku shpatin. Për shpatin mund të thënë që ai nga një yll i skenës, vetëm që u shëndrua në një yll të qetësisë, cilin do ta kemi atje lart, dhe
që do t'i ruajmë kujtimet më në bukra për të. Tung lab, këtë vetëm e kom letas pak më nërgu. Është shumë e vështirë për mua dhe për familjen e Shpatit, sigurisht mas pari për ta, për kishë shqiptarin. Po, njëkohësisht është një dedikim, cilën kam qërta me pas në emision edhe gjithë shqiptarët. Shpatin përveç kolegë, kom pas si vlla, kom pas mik, shok, kom da mirat të këshijat me ta, edhe ka qenë një ndër njerëz më të mirë që nuk kom njoft. Këto ditë, jo veç për mu, po për gjithë kolegët e mi dhe gjithë fansit e janë tragjike, është dhe mos familjen e Shpatit. Ti e din që edhe në emisionin tonë Shpati me Pacek, me një intervist që një ndër duetet më të mira që e ka bo është me mua dhe me shumë krenarë me ta dhe me punën që kena pas bashkë.